ka një rak. Alo, së nuk të pyeta, se në njëherë kemi një pritse, më humbi letra. Gjej letrën, Kam këtë letrën që kanë vendosur të ftojt parashikimet e tyre. Je ende në kohë për të bërë parashikimin tënd? 2-0 të japi gol Mesit, po 2-0 për Spanjën. Sa? 2-0, po shënoj 2-1 të japi gol Mesit, dhe më thënë që... 2-0 dhe 2-1, do më thënë. Po ky është si ato bastet online të fshehura, se ky është mes neshjes. Ka informacion. Jo. Ne bëm parashikime, na ikni nga fjala bastet, dhe ne nuk po hedhim. Ndërkohë, me kë bëje tifo? Spanjën dallohet të shishme. Pra angles kam qenë para. Prandaj ke nga Argentinën të njëtë. Amandoj që pak familjen Beckham në tribunë, si gëzoheshin, si hidëroheshin, ishin gjithë si familje, se kësa ndishtin Më tepër kam digur atë, Princin. A ju gëzonte më tepër, se sa Beckham në këta. Mirë, familja Beckham ndoshta për shkak nuk e japin emocionet ato, sepse kanë vite që janë në tregu, në biznes, në pjesën, dhe janë pjesën menaxhimit se si e menaxhojnë. E di çfarë komenti bëri? Çdo buzëqeshje, çdo qarje është në... E di çfarë komenti bëri Iliani në pjesën e parë për anglezët, vetëm anglezët mund jenë kaq aristokrat, tha që të presin një gol nga një futbollist 1:40 i gjatë, me kokë madje. Vetëm anglezëve mund të bësh. As kujt tjetër. Shko sa mirë mbajta mend, e të citova. Ka shumë drejtë se mbrojtësi më i shkurtër është 1.88, 1.85 atje dhe shkoj vati bëni gol Lautaro, domethënë që ja çdo parashikimi. Është shmenduria ajo që ka ndodhur në ndeshje me Anglinë. Taktikisht në ambientet sportive, diskutimi i asaj ndeshje është nga minuta që bëri golin Anglia. Golin e parë. Edhe pjesa e lojës në vazhdim është për të studiuar, sepse nuk ka asnjë shans në botë që ti ta mbash Anglinë, një ekip kategorisë 2 angleze, ta mbash në presion 35-40 minuta. E jo më ekipin kombëtar anglez. Anglia se ka as në tradit, as në ADN, as në stil futbolli, as në karakter që të luajë tërhequr. Nuk di të vuaj, se ka eduku veten me vuajtje. Anglia luan futboll, shikon kampionatin anglez, nuk e dallon kush është ekipi i vendit fundit me ekipin e vendit parë, se dyja luajnë sulm. Detajet sigurisht fiton ekipi më i mirë se ka lojtar më të mirë. Dakor, po loja e zhvilluar nuk luhet kurrë atill. Po thënë. Si do të prapë, po prapë lojtara si Bellingham, si Harry Kane, do të kishin marrë më shumë përsipër. Ti e peqa u trojë komplet ekipin mbrapa. Ti si individ, si lojtar, klasit botëror që je, do të marrësh përsipër, se prandaj që është lider. Mendimi im, shikoj çik, në ekipet të këtilla shumë të rëndësishme, se ngjova i natë Alban Bushin që thoshte kam dalë herë në një nxemje vetëm dhe e ka bë. Pa i marrë leje trajnerit, edhe vajta dhe te ansori, i thashta unë do ndrohem, ka hyrë fush pa i marrë leje trajnerit. Këto janë në një farë forme, është amatorizëm skandalos. Nuk ka gjë që e komandon lojtari në një ekip aq profesional. Dhe të ati nivelli si Anglia. Dhe ti je trajneri që jetë e stoli, dhe kur e shef ekipin tënd që vuan, ngrihesh kam, fut 2 gishta ngoj, nuk është turp fare, fëshëllem, e i thu portierit, mos ma luj topin të mbrojtësat. Po hidhe para, 2 luftojnë mes fushë, marrin me faull që të ritmin e lojës. Po ti qarë bërë? Me ndrimin që bërë, ule moralisht edhe pjesën tjetër të... Ule moralisht gjithë pjesën tjetër skuadrës, i dhe mesazhin që do bëjnë mbrojtjen tash se do bëjnë. Po, kjo është saktë. Kjo është një gabim i patolerueshëm. Janë gafa të rënda. Ti psove 3 raste goditjesh me kokë në zonë 5 meçit për 10 minuta. Fiks për 10 minuta. Që ishin të 3 gola. Të 3 gola ishin. Praktikisht ishin 3 gola. Një shtyll, një katër portieri. Çfarë të bën ty mos ngrihesh në këmbë ti ta alarmosh skuadrën tënde? Përmes komunikimit me kapitenin, se 2 pika referimi ke kapitenin, portierin, i alarmon ata, e tu mas posto lojën gjysmë fushë kundërshtare, boj 10 minuta pressing të 16 vetë. Për ta spostu lojën, për ta çliru tensionin, për t'i demoralizu kundërshtare. Po ti i falë 75 metra fushë, dhe faj është se personali trajnjerës. Ka që 1-0, dhe... Nuk mundesh me ne 1-0 një ekip që s'di me lujt mrapa. Nuk di në anglez, nuk ka kultura, tha mirë përsori, se ka kultura fare. Në hartë të mesit që
Se në sport vetëm tempizmi e bën diferencë. Në kohën e dur, në vendin e dur, dhe ai krosi me këmbën e djathtë që ai se jep kur. Po dakord, ishte perfekt ai 1-40. Kjo vërteton këtë që të mund. Po luajte 30 minuta para portës dhe një sakat. Po pritet tash goditje, do vi goli. Po. Do vi goli. Një teri nga larg, një teri me kokë. Ti po s'majtë topin kontrol, si do i humbësh minuta ti duke lënë topin kundërshtarit dhe i ke dhënë dhe 70 metra fush. Aty lexoj një lajm se ekipi digital më ndihmon ko pas kohe që të më sill edhe lajme të fundit, kështu faleminderit Niku që nuk na harron për të na sjellë detajet që ne ndoshta nuk i ndjekim në kohë reale. Donald Trump ka mbërritur në stadium me helikopter për finalin e Kupës së Botës, ku presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës mbrohet nga xhami antiplum në MetLife. Presidenti të paktën të janë informacionet e fundit, ë? Po, mirë që na hoqe këtë merak. Është kuriozitet, se merak. Jo, është edhe merak, se kishte frika, a kishte xhamon diploma. Po dëgjoj, se nuk mbarova. Me këporin aty. Trump është filmuar pasi xhami mbrojtës antiplum, kreu shtëpisë së bardhë, mbërriti në stadiumin me formacionin e helikopterëve të Marine One, shoqërohet edhe nga bashortja e tij Melania. Donald Trump do të dorëzojë trofeun për skuadrën kampione. Shikon që të duhet si informacion, se do ta shohësh në fund tek sa do dorëzojë kupën. Spanjën e përfaqëson mbreti Filipe, shoqëruar nga mbretëresha Letizia dhe kryeministri Pedro Sanchez, pavarësisht polemikave të fundit që ka patur me presidentin e SBA-s, por kjo është çështje politike, nuk po i futemi këtyre. Është pajtim. Në stadium janë 82.000 tifoz, të cilët kanë harxuar mijëra dollar deri në miliona për të ndjekur këtë ndeshje ditën e sotme. Kur luajti Argjentinë Anglia me tifoza si ishte? Pati probleme? Jo. Anglez. S'kishte problem. Këto ndodhin në Evropë, ku ku bojnë në Amerikë, kështu ka qenë biçaka detë. Ku të lena datë. Se kurioze për këtë pjesë. Bravo. Ti humbin letrat ata. E di se të mund gjithmonë them që njerëzit janë prej gjaku, njësoj është biologjia, kështu që, por e vetëm e gjë që e mban është frika. Frika, normal. Ndërkohë, po shkojmë në gjysmërorshin e parë, Po. 29 minuta nga kjo ndeshje. Ka rreth 20 minuta lojë, pjesa parë. Përpara se shkojmë në atë pushimin e më të gjatë se sa të herëve të shkuara, në këtë pushimin për hidratim e quajnë ata, por do shihet dhe një shfaqje, do ketë. Ky është pushimi për peshkim, nuk është për hidratim, se është marketing i gjithë. Dhe do ketë përveç reklamave të cilat do shfaqen dhe performanca. Shohim, nuk e di, a do jetë Shakira sot apo? Ka një informacion? Vetëm në hapje është. Vetëm, okej, nuk do jetë më në pjesën... Në stadium duke shijuar. Jo, e kisha fjallën për të ky 17 minutë i cili pritet që të ketë edhe pushimi mes pjesës së parë dhe pjesës së dytë. Justin Bieber më thonë, okej, ja do ta konfirmoj për pak. Gjithë Hollywoodi aty, ishin gjithë, kështu që. Si mos shkoj bileta 2 milion euro, kur atje më fukaraj në stadium është nuk e di s'ka bo njëherë llogari se ja majnë tjerët llogarit. Atje është Hollywoodi, janë basketbolistët, janë futbolistët më të mirë të botës, janë kokashtetesh, janë... Biznesmen. Biznesmen, po. Biznesmen. Kategorive të larta, jo kështu. Po biznesmen, po flasim për më nëllë, e bën kjo shfaqje cila... Sikur se thua ti, nuk afron ata cilët vërtet e duan dhe kanë ndjekur sportin ndër vite, por thon ata cilët kanë mjaftueshëm para për të qenë aty. Në një farë forme, po. Po nuk e shikoj, nuk është se futbolli është i prerë për ta ndjekur vetëm njerëzit e thjeshtë. Kanë çdo drejt gjithë njerëzit që të pretendojnë ta shohin futbollin. Në fundit... Se duke bërë bilete minimalisht 8.000, të paktën më e ka përcaktuar tregu. Dakord. Biletën e përcakton tregu, si çdo gjë në Amerikë, domethënë i përgjigjet kërkesë ofertës. Mund ta bëj dhe i vend evropian, bëj kampionatin botror në Shqipëri, po 140.000 lekë do jetë bileta në tribunë. Sa do jetë? 140.000 lekë, se s'ke infrastrukturë, s'ke hotel, s'ke ku të shkosh, të shtrish kamut pak në darkë. S'ke xhamin. S'ke xhamin, është. Besoj si duhet presidenti apo kryeministri ton xhamin. Hoteli më i madh është sa i Kotec Pulash në Amerikë.